Aktoria Ariola Demiri ka qenë pjesë e edicionit të parë të Big Brother VIP Albania. Ajo së fundmi ishte e ftuar në krejt debat duke folur për këtë reality show se kush ka humbur e kush ka fituar më shumë nga ai. Populli pas daljes nga Big Brother sado që të ka dashur edhe zbe dashurinë që ka për ty vetëm për faktin që të njeh mirë në të gjitha anët e tua, të mira dhe të errta, negative dhe pozitive. Vllojnë zbejnë interesin për ty, u shpreh ajo. Artistja nga Tropoja shtoi, duhet ndoshta punë dhe mund që ta mbash këtë famën prapa Big Brother. Mendoj që Fifit i ka ardhur shumë gjëra për një herë, ka qenë njoja me burrin e vet, lidhja e djalit. Sado që talentin e ka, mendoj që ndoshta i duhet një kohë për të arritur aty ku ishte. Në një moment ka folur për ndikimin që ky format pati te këngëtarja Beatrix Ramosa, e cila krijoi një lidhje dashurie me Donald Veshajn. Trixa është një njeri shumë i ndjeshëm, duke marrë parasysh se nëna e ka rritur si lule mos më prek. Me thënë të vërtetën, e gjitha ajo trysnia, i presion, akuzat, komentuesit, njerëzit që e bombarduan Trixën në një mënyrë të frikshme, saqë i kanë thyer xhamat e makinës, kanë shpuar gomat. Mendoj që deri diku ka qenë shumë e padrejtë, theksoi ajo.